bizneset në Kosovë, në krizë, mirë? Jo mirë. Jo mirë? Jo mirë. Oh. Kanë shumë sfida, po përballen me shumë sfida, po mundohen me ja dalë. Përkundër gjithë këtyre sfidave, prap nuk dorëzohen. Cilat janë sfidat e bizneseve në Kosovë? Të sotmet po flas, me çka përballet sot një biznes? Po të sotmet janë me mungesën e investimeve publike, në kuptimin e projekteve kapitale nga ana e ekzekutivit. Dihet që rritja e GDP-s përveç investimeve private konsumit ndikojnë shumë edhe investimet publike. Gjatë tyre 4 viteve asnjëherë nuk u shpenzu 50% i të planifikurave të mjeteve për investime kapitale, për projekte kapitale. Gjatë tyre 4 viteve na ka marrë malli me një 10 kilometrash rrugë të përfunduar, objekt, qoftë parashkollor, qoftë qerdhe, qoftë po diçka që është kapitale. Më pas mungesa e politikave të freskimi, politika fiskale për me ndihmu bizneset që me kanë konkurrencë me vendet e rajonit, po pse jo edhe me vendet e Bashkimit Evropian. Qenit nën masa ndëshkuese të Bashkimit Evropian janë mjetet që na kanë me të bllokura mbi 300 milion. Shto këto tani edhe rritjen e çmimit të energjisë elektrike, për shkak se zëroja ka sjellë një vendim me njëherë pas përfundimit të zgjedhjeve, pa konsultim me biznesin, pa i dhënë kohë mu përgatit biznesi, që me një qershor me kalu në tregun e hapur dhe sipas gjitha analizave të kërkimeve që i kanë bërë bizneset, sot nëse dilet në tregun e hapur blejet energjia elektrike është 50 deri në 100% më shtrejt se që ka qenë deri më sot. Dhe shto këto tarifën ndjen nga administrata Trump që gjitha mallrat e Kosovës në që eksportohen në tregun amerikan do t'i nënshtrohen një tatimi doganor për 10%, këto e bëjnë më të shtrejt produktin kosovar. Halli jonë është më shumë të prodhimi, se dhe ashtu neve duke na mbyt importi dhe paramendoni me rritjen e çmimit të energjisë elektrike, produkti kosovar, tregun e Kosovës do të jetë më i shtrejt se produkti importum. Dhe çka ndodh, do të bie kërkesa për produktin kosovar dhe do të rritet kërkesa për import. Dhe sot, kur po folum, kemi 6 miliard import, ndërsa ende nuk e kemi kap 1 miliard eksport. Domethënë, bilancin tregtar ne mbulojmë vetëm 17%.